Mes emocioneve, festës dhe kujtimeve të krijuara ndër vite, maturantët e Shkollës Profesionale Shërbime në Korçë organizuan një aktivitet festiv me rastin e përfundimit të ciklit shkollor. Të rinjt shprehen se gjatë viteve të studimit kanë fituar njohuritë dhe aftësitë profesionale që i bëjnë të gatshëm për të përballur me kërkesat e tregut të punës. Unë kam ndjekur studimet për veterinari, një lëndë që më pëlqen shumë. I them të gjithëve që të ndjekin këtë drejtim dhe drejtimet e tjera natyrisht janë shumë të mira, po unë personalisht këtë drejtim kam zgjedhur dhe është shumë i pëlqyer. Unë kam studiuar për degën hoteleri turizëm, jam shumë e aftë për tregun e punës dhe u bëj thirrje të gjithë nxënësve të vinë për shkolla profesionale. Ndihem vërtet i emocionuar dhe kam studiuar për hoteleri turizëm, gjë që më ka vlerësuar shumë edhe mësuesit tanë vërtet janë përkushtuar ndaj nesh, duke na mësuar se si t'ju shërbejmë klientëve në strukturat hoteliere dhe gjithashtu vërtet duke qenë të përkushtuar ndaj profesioneve tanë. Drejtuesja e shkollës ka bërë të ditur se numri i nxënësve që punësohen ose vetë punësohen gjatë ose pas përfundimit të studimeve është në rritje nga viti në vit. Jemi krenar që i kemi sjell deri në fund të rrugtimit të tyre, sepse në radhë të parë i kemi edukuar, i kemi bërë qytetar të denjë për këtë vend, por mbi të gjitha i kemi bërë profesionist. Shpresojmë që me profesionet që ata kanë përfituar nga shkolla jonë të kenë mundësi dhe të kenë dyer të hapura në tregun e punës, për të patur mundësi për të punuar kudo ku ju jepet mundësia, qoftë në bizneset e tyre familjare, por qoftë dhe në bizneset të tjera, kudo ku të jetë e mundur. Shpresojmë që shkolla të ketë qenë një bazë e mirë e formimit të tyre. Arsimi profesional mbetet një nga rrugët më të sigurta drejt punësimit. Përmes formimit praktik dhe teorik, ai u ofron të rinjve aftësitë e nevojshme për t'u integruar me sukses në tregun e punës.